Përshëndetje shqiptar kudo që ndodheni, përshëndetje shqiptarëve e Evropës, mirëdita shqiptar që ndodhen në Amerikë. Të dashur shqiptar, unë e di që ju e ndikni çfarë po ndodh në Shqipëri këto ditë, sidomos dhe në botë edhe në Evropë. Sidomos është puna për çështjen e Shqipërisë. Shqiptarët e mi, PS-ja në krye Edi Ramën, ashtu dhe PD-ja, që është në heshtje. Ju e shihni Edi Ramën, dashur bashkëdhetar shqiptar, 2 herë në ditë vete në PS për t'i mbledhur një nga një deputetët që janë emëruar 83 për të thënë nesër në kundërshtim me SPAK-un dhe në favor të Edi Ramës, jo të Ballukut. Edi Rama, dashur shqiptar, nuk ka hall e Ballukut, ka hall e tij, sepse e ka tepruar, ka kaluar vijin e kuqe jo një herë, po 3-4 herë e ka kaluar e për në Amerikën, që ofendon me kohë. Mbani mend Juri Kimin, kur ishte në Universiteti për Bujqësi, e rëndovi Amerikën, fillovi qahere. Pra, shqiptarët e mi, ai po i mbledh deputetës, si thash, një nga një 2 herë në ditët, po ashtu dhe në telefon rreth gjithë ditën, që të mbushin mendjen, që të mos i heqën imunitetin Ballukut. Përsërit nuk ka hall e Ballukut, se si bëhet vonë për Ballukun, ati nuk i bëhet vonë për familjen e tij, për fëmijët e tij, jo t'i bëj për Ballukun. Po ashtu dhe PD-ja, dashur shqiptar, është në heshtje, sepse edhe PD-ja nuk do që t'i heqë Ballukut, sepse është gati për të arrestuar Sali Berisha, siç e kam thënë, por me thënë shqip dhe troq, të bëjnë çmos, ta kanë përfunduar një herë e mirë, dashur shqiptar, rrugë e tyre është për burg, për një burg të vështirë, që se kanë parë ndonjëherë as në ëndër. Është një burg teksërisht si në Texas dikur, kur punonin me zinxhira në përduar dhe për këmbë, dhe policia maj kuajve i shikonte. Të njëjtën do ngjaj edhe në Shqipëri, për arsye se këta e kanë coptuar Shqipërinë, e kanë vjedhur, i kanë nxjerrë intelektual jashtë kombit ton, jashtë vendit, por ka bërë rrugët qëllimisht për të vrarë shqiptarët, për të bërë aksident. Ju e patë dhe kohën e fundit dhe tuneli i Vlorës është gati për të shembur, as ka hekur fare, dashur shqiptar, është bërë tamam si ato grackat që kur ishin fëmijë të vegjël zinin rabecka të vogla. Pra, e kanë bërë qëllimisht për leminuar shqiptarët, sepse spionazhi serb, francez edhe grek e kanë fjalën politika, jo populli grek, se populli grek janë arvanitos, janë shqiptarët tanë. Po bëjnë çmos, dashur shqiptar, po bëjnë çmos minutën e fundit, kur lufta e tretë është shumë e hidhur, çdo natë bëhet me hidhur, sonte dohet edhe me hidhur nga bombardimet të papara që i vjen Izraelit. Do hynë luftë edhe që është Turqia. Pra, dashur shqiptar, do goditen, si që kam thënë, do goditet Franca, englezët e Italia do goditen. Pra, ka ardhur koha e luftës tretë botërore shumë e hidhur. Por, ne kemi fjalën dhe shqiptarët. Shqiptarët nuk do tha asgjë, kur them shqiptarët e kufijme natyror, Kosovë, Malizi, Maqedoni dhe Shqipëria, ku jam unë sot. Shqiptarët e mi, unë po i drejtohem sot, sepse nesër në orën 8-9 mblidhet parlamenti gjoja për të votuar heqjen e imunitetit, që s'kan imunitet fare, që është e vërteta, për t'i hequr Ballukut. Ata nuk kanë hall e Ballukut, për Ballukun s'pyesën, por kanë hall e tyre si Edi Rama dhe Berisha.
çdo gjë dashur shqiptar bëhet për dy familje. Po unë po u them gjithë deputetëve, të emëruar nuk janë zgjedhur nga populli, shqiptarët e dinë, mos gaboni, mos dëgjoni Edi Ramën. Edhe miqtë e Edi Ramës, Spartak Braho, e tha sot, Edi Rama ka lojtur nga mend, Edi Rama as e njeh ligjin, Edi Rama foli 90 minuta për qartë, do janë fjalët e Spartak Brahos, mikut të Edi Ramës. Pra, ka ardhur koha dashur shqiptar, realiteti. Po unë përsëri po u them deputetëve të dy palëve. Sidomos Niko Peleshi, që e quhet kryetari i Kuvendit të Shqipërisë. Sidomos Taulant Ballës, Ulsi Manja. Manja, të dashur shqiptar, edhe Spartak Braun sot, tha Ulsi Manja më vjen keq e turp, tha, sepse e heq veten si jurist dhe çdo gjë që lexonte i fliste për qartë. Ne e dim, dashur shqiptar, për qartë flet edhe Spartak Braho, sepse edhe ai ka vjedhur. Këta janë të njësoj të gjithë. Po unë përsëri disa që janë të rinj nga PS-ja, që janë zgjedhur, që janë emëruar për herë të parë, mos u bashkoni me Edi Ramën. Mos u bashkoni, se nëse ju bashkoheni, dosja juaj do t'jetë shumë e hidhur. Dosja juaj e ju të rinjve që keni vajtur në parlamentin të quajtur të Shqipërisë, jeni emëruar nga Edi Rama e nga Sali Berisha, një numër i vogël është, kujdes, sepse minutën që ju do hyni në parlament nesër, e votoni ose se votoni, e votoni në favor të Spakut o në favor të Edi Ramës. Nëse ju e votoni në favor të Edi Ramës e të Sali Berishës, me them për imunitetet mos i hiqet Ballukut, ju do mbani përgjegjësi. Dosja juaj hapet në atë minutë, edhe nuk do vej gjatë që ju do arrestoheni, sepse votoni çau thot Edi Rama. Edi Rama e Sali Berisha është në pikën e fundit, nuk kanë kuvend, kërkojnë strehim politik, në asnjë mënyrë nuk i pranoj. Edhe zëvendës kryeministri që është në Zvicër, edhe ai e ke me orë e me minuta do vinë në Tiranë e do shkojë drejt burgut. Nuk ka strehim politik, sepse nuk janë për politik, po këta janë ordiner për çështje vjedhje e për çështje spionazhi, kanë bashkëpunuar me tuaj gjithmonë. E kanë fjalën me serbët, me grekët, me francezët, ata armiqtë tonë shekullor. Pra, të dashur shqiptar, nesër ta shkojnë gjoja votojnë. Po e nesër është demonstrata gjoja e Berishës. Po unë po e lajmëroj drejtor e ri, në qoftë se regjia ka foton e drejtorit të policisë që u emërua për një kohë, ai ka vite e vite që është në polici. Ka qenë drejtor me shumë drejtime, jo drejtori i përgjithshëm. Zotnia Qeshini Sokol Bishga. Unë po drejtohem ty, Sokol Bishga. Ti në këtë moment quhesh drejtori i përgjithshëm i policisë. Ke marrë një barë shumë të rëndë. Ke marrë një barë që gjithë puna jote, historia jote në polici do shëgohet nesër. Për arsye, nëse ata bin demonstrat digjen, plani i tyre është të djegën parlamentin. Pa, të digjen dhe vetë është gjë e mirë, por duan të djegën parlamentin të u basin e ca kohë. Zoti Bishga, unë punën tënde e njoh, nuk jam takuar asnjëherë me ty, nëse ti do të ishe drejtor i zgjedhur, unë do të vinje, do të vizitonje, jo si kryetari i partisë, po do vinje si misioner, ashtu si që ka vajtur dhe drejtorëve të tjerë. Pra,
Zoti drejtor, i kujdes nesër. Duhet i ndalosh me njëherë çdo gjë që të bëjnë. Sepse ata duan të bëjnë rëmuj në Tiranë, janë të dyja partitë, si PD-ja dhe PS-ja. Pra, spaku është gatishmëri, zoti drejtor. Spaku dosjet i ka përfunduar. Jam i bindur për këtë. E di fare mirë. Spaku ka me mira e me mira flet arrestimi që janë firmosur, që do arrestohen që të gjithë. Pra, ki kujdes se pesha jote dhe moshën që ke vite e vite e vite që je në policinë e shtetit. Ke qenë drejtor me disa drejtime, tani je drejtor përsëri, ishe zëvendës drejtori i përgjithshëm, je i emëruar për një kohë, sepse Shqipëria do ndryshojë. Por nëse ti e realizon dhe mbron Tiranën nesër me ata të rrëmujës që vinë të shkretit për të shpëtuar Sali Berishën dhe Edi Ramën, për të shpëtuar ata që rrinë pas Edi Ramës, si për shembull Peleshin, Tauland Ballën, Ulsi Manjën, Blendi Quqin, pra po ashtu dhe në Berisha që janë 10-12 veta që rrinë pas Berishës që në fillim. Pra, ki kujdes, si që thash, do të ngjilet barra ty, do të paguash ti personalisht nëse be diçka nesër në Tiranë. Eksperiencën tënde e ke në polici, mos i lejo në asnjë mënyrë se plani ishte bërë për të bërë gjoja rëmuj. Ashtu si që bërnë me që doqen, më thënë, vilin, si e quani ju, shtëpin e Enver Hoxhës. Aty ishën artista, doli me njerë Franca, në mes datës, Gjermani dhe të Evropës. Pra, ata bëjnë rëmuj, mendoj se të shtynë, po jo. Zoti drejtor, edhe drejtori i quhoq, nuk u hoq, sepse ata e dogjën. U hoq sepse e mbushi kupën. Sepse unë kështë paralajmëruar shumë herë. Unë kur flas, nuk flas kot. E kështë paralajmëruar shumë herë për arsye. Sepse ai bashkëpunonte me Edi Ramën. Bashkëpunonte me Edi Ramën dhe nuk shkonte policinë. E pe dhe vetë, Bishga ke qenë edhe vetë a ditë në demonstratë kur u doqën policat, si pas të thenave të Sali Berishës që të ka para atje, për para. Pra, nëse digjet një polic me bezin, ti do mbash përgjegjësi penale. Dhe diçka po të them tjetër, drejtori policisë. Shkaktar drejtori policisë të Shkodrës duhet të ishte hequr me kohë. Për këtë më tepër është hequr drejtori policisë të Tiranës të gjithë Shqipërisë. Për arsye se ne e njoftuam ta hiqje drejtori Shkodrës, sepse drejtori Shkodrës bëri dëm në theth, që nisi tanket, që nisi policinë speciale për të prishur banesat e patriotëve. Ata kanë luftuar me shekull me serbët dhe nuk u dorëzuan. Kurse policisë, drejtori të Shkodrës u dorëzuan. Nëse ju nuk e hiqni zoti Bishga, zoti Sokol Bishga, nëse ju nuk e hiqni drejtor e Shkodrës, ju do mbani përgjegjësi penale. Për arsye është një kriminal, bashkëpunon me kriminalët, me hajdutët, i mban në makinat e tija, duhet t'i hiqet urgjent. Nëse ju nuk e hiqni, ju keni kompetencat për të hequr urgjent drejtor e policisë të Shkodrës. Pra, dashur shqiptar, unë e di që prisni arrestimet. Unë e di që prisni arrestimet do përfundojmë o shqiptarët e mi. Ka marrë formë të prerë. Këta mund të bëjnë parti, që thonë do bëjmë qeverin teknike. Qeverin teknike mund të bëjnë në burg, Edi Rama me Sali Berishën, me të gjithë atë grupin e tij që kanë dëmtuar shqiptarët.
Pra, erdhi koha e juaj. Ne të dashur shqiptar, gazetarja e lexon çdo ditë këtë program. Ky është programi për kombin e Shqipërisë. Ky është për bashkimin e Shqipërisë me kufin natyror. Ju e shihni. Ky program ka 51 pika, dashur shqiptar. Unë vetëm 3 pika mund të përmend shkurtimisht. Ka pikat për herë të parë për policinë. Do paguhet $1.200 më 2 javë, edhe përsëri janë pak. Por në fillim do paguhet pensionistët. Nëse ai ka mbushur moshën, ka punuar, s'ka punuar, do marri $600 të paktën. Të paktën $600. Arsimi po ashtu, dashur shqiptar. Po sidomos policia që i shërben kombit, policia që mban kapelën, edhe në krahun ka shqiponjën, do të thotë është i Shqipërisë. Kush prek policinë, ka prekur flamurin e Shqipërisë. Këta e bin qëllimisht. Ju e dini shumë mirë, zoti Sokol Bizhga. Ju e dini fare mirë sa paguajnë policat për turp. Që policat, sidomos policia e shpejt që keni, ata duhet paguajnë shumë. Duhet paguajnë më tepër se ç'merr një drejtor, sepse janë në punë të vështira mbrojtjen e kombit. Dhe sidomos tani, që është dhe lufta e tretë botërore, po ashtu zoti drejtori i policisë, unë me ty e kam. Në Durrës ju keni Tiranit, 3.000 veta, 3.000 agjenta, 3.000 kriminal. Duhet largohen urgjent. Nuk është Shqipëria për të mbledhur kriminalët e Evropës. Ata le të bëjnë çfarë të duan në Iran. Irani dashti vrasi, dashti bëj ushtar, si ta ketë bërë qefin, ata janë të Iranit. Ata nuk janë të vinë këtu e të na bëjnë ne problem, sepse Durrësi është shumë afër. Pra, duhet të verifikosh e duhet bësh çmos për të larguar. Apo jo Edi Rama, ti do mbash përgjegjësi penale Edi Rama, së bashku me Sali Berishën, që i ke sjell 3.000 veta, 3.000 kriminal, 3.000 anti-shqiptarë, 3.000 që duan ta dëmtojnë Shqipërinë, që duan ta ndryshojnë situatën e Shqipërisë. Pra, të dashur shqiptar, unë kishe shumë për thënë sonte, po e them me kaq, e njeri bithirje deputetave, nesër dosja juaj do shikohet. Juve votoni o s'votoni, po e them troç dhe hapur, i Palluku, Edi Rama, Sali Berisha, familje komplet të gjithë, si që thash më parë, Niko Peleshi, Kauland Balla, Ulsimania, Blendi Quqi, mos votoni nesër. Nëse ju do votoni, ja si jeni në piktur që shikoni vete këtu, jeni jo si kur jeni në mbledhur në zyrë, po si kur jeni me gjenaze personale. Mos dëgjoni Edi Ramën, Edi Rama e ka mbush kupën, bashkë me Sali Berishën. Unë përsëri po e them shqiptarëve të mi kudo që ndodhen. Në këtë minutë që unë flas, o shqiptarët e mi, kryeministri është Sali Berisha. Edi Rama është zvend si ti. Të dy e kanë shkatruar Shqipërinë. Të dy e kanë bërë patriotët, djemtë të rinj, intelektualët, shpresën e kombit e kanë përzën matandetit. Janë 3.500.000 veta të dashur shqiptarë. Janë në Amerikë, janë për Evropë, kudo. Dhe së mos janë me punë të vështira, sepse Franca nuk i do shqiptarë, englezët nuk i duan shqiptarë, grekët po i përdorën si slev shqiptarë. Pra, Edi Rama, Berisha, dosja juaj është me mira faqe. Është dosja juaj që më në 10-ën dhe deri më sot. Është dosja juaj e të dyve, e 97-ës, që hapën armët që u vranë 3.000 veta, 5.000 falë, 5.000. Është dosja aty që u bë piramida. Është dosja e naftës që i dha serbëve për të vrarë bosnjakët e më në fund për të vrarë vëllezërit tonë të Kosovës.
është dosja aty 21 janarit, është dosja e Gërdecit, që u vranë fëmijë, dhe gjyqtari që ka fatmirin, o gjyqtar, nëse ti, para se ne të shkojmë në zyrë, në zyrat e reja, unë e kam krijuar qeverin teknike dhe kam kompetenca, sepse jam shqiptar me mira vjet në Shqipëri, familja ime e shkrirë për çështjen e kombit, po dhe unë që i vogël në për intrenime dhe jashtë, jeta ime ka kaluar për të mbrojtur kombin e Amerikës, dhe kur them kombin e Amerikës, kam kompetenca të flas çfarë më doj mua qefi për çështjen e Amerikës. Unë flas në emër të Amerikës, se e dua Amerikën. Kam dhënë gjak për Amerikën, familja ime, dhe unë personalisht kam dhënë gjak jo një herë, po 4 herë. Pra, Amerika dhe ambasada është e jona, dashur shqiptar. Ambasada që është në rrugën e Elbasanit është 97% të shqiptarëve. Pra, të dashur shqiptar, erdhi koha eliminimit të këtyre fytyrave që shihni në foto. Erdhi koha, nesër është dita e fundit e këtyre. Dita e fundit do fillojnë arrestimet. Amerikën e keni këtu. Pra, shqiptarët e mi, miru pafshim nesër, në orën 3, om 6, si të shkojmë punën. Pra, e njëherë, ata që duan të vënë demonstrat, mos shkoni, se po vini për 2 familje, për familjen e Edi Ramës e për familjen e Berishës. Mos shkoni, sepse dosja e juaj që ju shkoni, dohen fotografi dhe ju do të paguani kur të jetë qeveria në zyrat e reja, qeveria teknike. Edhe njëherë, natën e mirë, dashur shqiptar, miru pafshim nesër, kujdes nesër, drejtori policisë, nesër do shikohet puna jote që ke punuar kaq dekada. Nesër vlerësohet puna jote çfarë do bësh. Natën e mirë, të dashur shqiptar, miru pafshim nesër.